Në qoftë se askush nuk të akuzon për asgjë, atëherë nuk ke qëndruar për asgjë. Kur partia në pushtet që kishte më shumë se 50% të votave, kërkonin që unë ta shtyja datën e zgjedhjeve lokale, unë vendosa në favor të kërkesës së opozitës, u akuzova se po konsultohem dhe po koordinohem dhe po ja bëj qefin Kurti. Po tash siç kanë thënë disa njerëz shumë para nesh, shumë më të mençur se ne, në qoftë se askush nuk të akuzon për asgjë, atëherë nuk ke qëndruar për asgjë. Lejoni t'ju kthej pak në perspektivë. Në vitin 2021, kur partia në pushtet që kishte më shumë se 50% të votave, dhe disa të tjera të vogla që ishin në koalicion me të, kërkonin që unë ta shtyja datën e zgjedhjeve lokale, dhe kishim një opozit shumë më të vogël se sa kjo që është sot, unë vendosa në favor të kërkesës së opozitës që mos të shtyhej data e zgjedhjeve lokale. Sa të që kisha të drejtën kushtetuese ta bëja një gjë të tillë, për shkak të shumë rrethanave që ishin prezantuar atëherë. Edhe pse zgjodha datën e favorshme për opozitën, prap u akuzova se po konsultohem dhe po koordinohem dhe po ja bëj qefin Kurtit. Ka 10 raste përgjatë këtyre 5 viteve që jam presidente, kur përkundër faktit që kam dalur me qëndrime krejtësisht të kundërta me ato të qeverisë së Republikës së Kosovës, përsëri nuk i ka rënë tamën. Përsëri janë ankuar, përsëri kanë akuzuar. Kështu që, siç po e shihni, përkundër këtyre akuzave 5 vjeçare, e shumë të tjerave që do të vinë edhe sonte, edhe nesër, edhe pas nesër, unë qëndroj dhe do të qëndroj edhe shumë gjatë, duke mbrojtur interesin e Republikës së Kosovës dhe të qytetarëve të Republikës së Kosovës. Ata që akuzojnë, pa lexuar, pa analizuar dhe pa menduar gjatë, është mirë të mendojnë që edhe pas këtyre zgjedhjeve do të vinë këtu tek unë për ta kërkuar mandatin. Kushdo që e fiton. Është mirë që gjuha që përdoret në politik të jetë brenda suazave të normales. Unë i kuptoj kritikat, i kuptoj qëndrimet e ndryshme të partive politike, por detyra ime si presidente është të sigurohem që kemi një datë kur zgjedhjet mund të organizohen. Po ashtu mos harroni një gjë. Cili do president i përgjegjshëm do ta kishte zgjedhur një datë kur parashihet pjesëmarrje më e madhe, jo pjesëmarrje më e vogël. Këtë e kërkon demokracia. Nuk kërkon që të zgjidhen data kur kemi pjesëmarrje më të vogël. Nuk kërkon që të zgjidhen data kur kemi probleme në organizimin e tyre. Nuk kërkon që të zgjedhen data që bëjnë të pamundur realizimin praktik dhe të rregullt të zgjedhjeve.